Dhe kur ka shku lëvizja pajtimi gjaqev, ta gjërë ose me kërku falin, ma në fund të unë e kam një kërkesë. Thët unë e kam një kusht, pak këtë kusht s'muj me falë. Dhe lëvizja e pajtimit nuk ka dash kushte. S'kemi dash kushte, se gjithmonë është falë në emën Zotit, në emën të komit, në emën të flamurit, në emën të simboleve, në emën të gjakut dëshmorve, në emën aty nëse Kosova ka pas gjak djetë këtu e 500 vjetë. Edhe i mi thjerë këta, edhe këtë thëtë, jo, në fund, unë e kam kërkesën, pak këtë kërkesë, pak këtë kusht, unë nuk mund të fali gjakun. Dhe më në fund i thojmë, urnë bra gjarus, qëllaj e kërkesa jote, thëtë kërkesa jeme është, sa i vrasi që ma ka vra djalin, du më këthym ka kryesia marë Kosovë. Sa ta djemë nesra i duhen Kosovës, i duhen luftës, ata banë djemë zëtë, banë ushtarë, banë patriota, banë herojnë e jo, edhe du më këthy hasmin Kosovë. Që të gjithë tjerët kanë qef me po hasmin, lërgë fësëve të vetë, lërgë edhe atë vetë, ky e ka të kontet du me pa më këthy pej, Kroasia marë Kosovë, mi jetu në vendin e vetë, trollin e vetë, se na duhen të djemë. Dhe më thonë, kjo është një patriotizm, kjo është një heroizm të shqiptarët, të agjarust, që kemi shamë dhe model që shka bënë shqiptari. Dhe më thonë, lëvizja pajtimi gjaqev e ka promovu këtë unitet, këtë punë mirë të marë, që e do në Zoti e do në dharumi. Gjatë pajtimit gjaqev në Kosovë, a keni hasë ndonjë vështirësi ku ka refuzu mu pajtu gjaku? Po, këna hasë një vështirësi, ka rase se s'ka në mujtë me pajtu, ka rase që në shurë në shtja 6 dhe thërë, s'ka në mujtë, edhe sot asë e ditë nuk me pajtu, po nuk ka pas hakmarje. Kje ka qenë e mjetë, do më thënë që 26 vjetë. Bona tash, 23, vërtet 36 vjetë, vitën 90, 36 vjetë, bona që nuk ka ndodhë edhe ato pajtimi që se në bon, po hak nuk kanë marë, i kemi majtë stabil, i kemi majtë qetë paqë, dhe sa jenë stabilizu, i nëftohë rastin e vjetru, edhe nuk ka rëzik që me marë hak dhe marë dhe gjakderja. Se ka rastin që s'ka në mujtë me pajtu. Flasim pak edhe për muzeun përgjithësi. A ka pos në investim për shtetit, apo janë ndërtu me mjetëve të anoke? Muzeun, unë e kam bon kërkes në institucionet tona, po nuk e kanë marë, u mundu kuvendi Malisheve, gjithë me ba, nuk ka mujtë me arritë, unë e fillova, i më dalë edhe me njerës për i vullnetit mirë, më ka një mu edhe kam dërtu. Parësia Islame më ka një mu, në një pjesë gjamis, t'i kumë në 5.000 euro, edhe pjesa tjetër, kontributi tjetër, është njëzve shpirt mirë, vëndatarve mirë, edhe institucionet nuk më ka një mu, dhe më thonë, është edhe padej kam, edhe çdo cent e kam të shenu më atje, aja plak atje, dhe më thonë, din gjeneratët kush ka investu, kush ka ngrit këtë muze, se unë se kom ngrit, kanë ngrit ata që kanë pas zemrë dhe shpirt mirë, edhe më kanë një mu, më kanë përkra dhe o kjo vepër sot. Është një vepër, është e vogël, është një miniatur, se jënë veprimtar shumë, jënë ata që kanë falë shumë, jënë ata që ushtarë shumë, dëshmorë shumë, burgosën shumë, për pa mundësi veni kolikacioni, s'pata vend, s'pata budget, se kjo darë me konë dhe 10 herë që kaqë, për me mujtë mi plesu kërkesat të tonë dhe me qenë gjdemën këtu dhe kështë me qenë dherë, po mundësit ishin të vola. Po, si do qoftë, jemi mundu me la një gjurmë, një testament, një rrugtim to, një histori, gjeneratët të rje me kujtu, ka kemi kaluna dhe ka kemi rana, kemi ardhe të Liria, dhe më thonë, Liria pa gjak, pa sakrifis, nuk fitohet, nuk rëdhorot, po fitohet. Këtu përshë që ka disa artefakte, a ke pos vështirësi mi gjetë këto artefakte, ose ku janë gjetë? Këto artefakte i kemi siguru në tregun e krujës legendare, të krujës Skënderbeut, se të nën Kosovë i ndjek shtepit, bashkë me shtepit i ndjek edhe to pajisë ose orendi shtepijake që kanë qenë, ta në me këto shërby populli jonë, edhe këto i kam marrë në kruj, edhe kam vendosë, me u ka zohë gjenerat avtëreja që kanë qenë krye teknika jonë të sene kjo hekuri me zjarë, këto ene, këto sene, përde këto pjesë, jënë pjesë që kanë punu babalarë dhe nana tona, edhe në qoftë ato pjesë atje me kërhane, me punu leshen, me bo qilime, me bo jana, vesh mbathje sen, edhe këto orendi që në kanë shërby, edhe gjeneratët të reja se një pjesë nuk i din që ka jënë to. Sidomos, kja pjesë këto që shijet, jënë shumë të rallë nësë i din që ka është kjo. Kja është aja zingia ku hybë më kali, që ku është Anton Qeta atje ku është më kali, duhet me hybë me qitë kamën këtu për me hybë kali atje. Për thëmë njerëzë nuk për din që ka është kjo, se s'për din se tash jenë shduke dhe kuajt jenë shduke ato senë edhe nuk i din që ka jenë edhe për duhet dhe mi evnat dhe mi ju spjegu gjendarata që jenë një pjesë nga artefaktë tu, që njerëz ta nana tonë o babalartë, ose kanë qenë teknik e familjeve tonë këtu. Tu jemi mundu me i paracit në 4 shtylla aktivitetin dhe punën lëvizje studentore, cilët studentet
me paknasit të tyne në menzën studentë kanë fillu, edhe me paknasit të tyne në sistemin shkollor, me plan programet që Serbia dhe kemi apliku në Kosovë, nuk janë pajtu, edhe kanë protestu, edhe këtu o nisë, këta ka nisë çështjen paknasin në Kosovë me pat padrejtësit, edhe këta nga student i Narbuk, tu e kena figurën emblematike Adem Demaçin, tu e kena figurën tjetër Ukshinoti që sot ende nuk dihet, do të thonë burgosë politik, që ju kanë pris studentëve edhe vim gradualisht tonin këta të burgosë politik, edhe vim të një fenomen tjetër ku kanë hyrë grev minatorët e nën tokës strepçës kanë kërku Kosovën Republik, kanë kërku drejtën e vetë, pse Serbia i bënte me hile edhe jemi kanë si popë degradum, të shtypën e përsekutum. Dhe ma pas taj, mas saj kërkese, vjen lëvizja pajtimit gjaqe. Ju i një krenarie komiton, këta që po shihen, kanë falë atë ditë në Bubaves, këtë të fotën nga Bubavesi, cilat paraqitën të konvendi i Bubavesit me 26/1190. Dhe më thënë, kështë konvendi gjithë populori Bubavesit. Dhe tonë tabura kanë falë atë ditë, këtu në Bubaves, ja ku është skenat duke u falë në xhami mrana. Në xhami mrana, kjo është kryesia punës tu, dhe më thënë, këtë të fotë të paraqesin skenën atë ditë në Bubaves. Dhe gradualisht tani vim të lëvizja kombëtare e pajtimit gjaqeve. Lëvizja kombëtare e pajtimit gjaqeve këtu. Këtë lëvizje, shkëndjet e para jënë nga studentët asaj koha Have Shala, Adem Grabovsi, Mërvete Dreshaj, e shumë student tjerë që në pamundësi tonë me Lulzim e Temi, Flamurgashi e tjerë, në pamundësi për me vendos, dhe kjo ishte lëvizja kombëtare që ju bashkan gjithë profesor Anton Qela, Zekria Cana, e këj grup e ta intelektual, edhe kemi vërdu gradualisht ka daldale, këtu shihet, ta jënë pajtimtarë nga Malisheva, disa nga pajtimtarët e Malishevës, këtu. Dhe këta tjerë jënë të konvendin të ndryshme, këtu kjena konvendin e Zlakoqanit, është majtë me 15.490, ditën e pashve në kishë Zlakoqan. Dhe këtu është konvendi Likovsit. O interesant, kamere me fokusu që ku është Adem Jashari. Që ku Adem Jashari këtu. Dhe thu se ka qenë edhe në Bubaves, nuk e kom pa, ka qenë fund, me një palë i pështjellën, unë se kom pa, dikush më kanë thonë, unë se kom pa. Dhe këtë delegacion është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi shku në vitën 90 me pajtu shqiptarët atje, dhe atje kemi pajtu shumë plak gjaqe nga Tresa. Këtu është konvendi Prishinës, dhe me thonë, disa nga konvendi, tu konvendi i madhëtor, krye konvendi i Kosovës Vera të Lukës. Kjo pajti që kjo fotografi këtu paraqesin Vera të Lukës, dikun në rreth 1 milioni shqiptarë, me vullnetin e tyre, me angazhimin, këtu. Është interesant më theksu, se të Vera të Lukës, dikun në rreth 66 që jenë falë pa i kërku pajtimin. Me vullnet të e pa, një tjetën vishin të bina, edhe e fashin gjakun e babës, vllavit, djalit e tjerë, këtu që ishte një kuvend madhështor, ishte krye kuvend i Kosovës, pra që s'mahet men në historinë e njerëzimit. Dhe gradualisht vim këtu shtëpeqën e Govës, e shumë vene tjerë, gjona e Thasit, e tjerë, edhe vim gradualisht, tani vim prej pajtimit gjatë që vjen formimi i Ushtrisë Kombëtare të Kosovës. Do ta shohim tash. Të bashkuam në lëvizjen kombëtare pajtimit gjatë që ardh një krijesë diçka këtë tjetër e shajtënore, formimi i Ushtrisë Kombëtare të Kosovës. Lufta u UÇK-s vitin 1998-99. Si simbol i kësaj ishte heroizmi i familjes Gjashari. Edhe këto ta burren të vdekun që në ra të një dëshmor kombi që në ra për pavarësinë dhe lirinë e Kosovës. Dhe gradualisht me këtë luftë të Ushtrisë Kombëtare të Kosovës kemi ardhur deri te realizimi i pavarësisë. Pavarësia e Kosovës me 17 shkurt 2008, edhe kjo është deklarata e pavarësisë, presidenti ishte kryeminista Hashim Thaçi, president Fatmir Sejdiu, kryetari i parlamentit ishte Jakub Krasniqi. Dhe këtë pavarësi bashkë me tabura që pyetyn në disa të vramë, që ku është Tahir Sinani, e ku janë disa burra ato që janë vramë, një pjesë janë gjallë këta, ku nga Kadri Veseli, Hashimi, Ramush Haradina, Gjep Selimi, Naim Maloku, Selimon Selimi, Samir Shtaku, e tjerë mos më përmend në shumicë tonë, edhe kemi ardhur deri te realizimi i pavarësisë, të fuqizuar nga miku i madh i Kosovës, legjenda e botës, Bill Clintoni, Medin Lodbrajt, Tony Blairi,
William Volkeri, Wesley Clark, që e kanë fuqizu deklaratën e pavarësisë Kosovës. Por pa gjakun e dëshmorëve, pa ndërimin e meqvetar, nuk dishte kjo deklaratë edhe nuk ishte Kosova sot shtet. Duke i falendruar ata edhe gjitha ata që ndra për të troje, jemi sot ku jena në lirin, në pavarësinë e Kosovës, inshallah festojmë e presim shumë e me gëzime. Tu paraqitet disa nga masakrat që ka bërë Serbia. Tu paraqitet egzodi shqiptarëve që i kanë përzon. Kjo sherife luta të i lorgu, Tu paraqitet tërheqja e fëmijëve për rrethit, policia me marrë me vrarë. Tu e kemi rëçakun e legjendës. Këtu shkak rëçaku edhe Serbia u bombardu edhe u largu gjithmonë për trojeve shqiptare. Këtu simbolika djegëve fshatrave, simbolika djegëve, këtu është memoriali jasharve që kanë lënë gjurmë në historinë tonë më tre, edhe këtu shihet disa nga familjarët duke qaj, duke kërkuar vetë, tu shihet policia i kanë arrestuar me pushkatu, e falë zotë një delegacionit amerikan, e kanë kalu kësaj dhe i kanë shpletu këta stadion gjallë. Dhe më thonë, kjo e kemi bon në miniatur, kena bon në miniatur, këtë muze, mu ka dzunë generata, ka kemi ruktu, që kemi pagu me gjak e me mudi me djerës, e ne duhet si mesazh me ru, paqen, me ru stabilitetin, me zhvillu Kosovën, me dimu Kosovën, me esë për para Kosova, mu integru Kosova në NATO, në bashkimin e Evropë, aty ku ka dhe menin, edhe na me qenë shtet i moderum, shtet me na pasak një tjertë, si jena shteti më i ri, do me dhe falë Zotit, e këty në bura që i përmen, edhe shumë tjerë që si nga përmen, që sënë këtu, që kanë bo punë të madhe, kanë bo angazhim, kanë derë gjak e djerës, edhe jena këtu ku jena nësët.